Mirë gjetur nga horoskopi nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e premte 13 qershor 2025. Dashi. Ju jeni kapur nga një iniciativë e re që po shkon në lëvizje të ngadalë. Në dashuri jeni më mirë kuptues. Demi. Mundohuni të kurseni disa para, këto janë ditë që mund të përfshin disa shpenzime shtesë. Në dashuri, keni kujdes ta tërhiqni litarin shumë fort, nuk mund ta keni fituar gjithmonë. Kujdes me shenjën e binjakëve dhe peshores. Binjakët. Shpenzime të çmendura sepse ka një dëshirë të madhe për të ndryshuar pamjen, veshjen, për t'u rinovuar, me pak fjalë në çdo detaj për t'ju bërë të pëlqeni më shumë. Kujdes nga xhelozia e cila mund të krijojë probleme të pakapërcyeshme. Gaforja. Merrni ndihmë nga njerëz të besuar në punë, keni shumë përgjegjësi. Mundohuni të mos bëni hapin më të gjatë të këmbës me parë. Luani. Ju kaloni ditë në të cilat bëni shumë gjëra dhe të tjera në të cilat jeni plotësisht apatik, sot nuk ndjeheni sikur të bëni asgjë ose në çdo rast ka vonesa të vogla ose të mëdha, tensione për të kontrolluar. Virgjeresha. Lajmet që vinë së shpejti, surpriza të këndshme. Në dashuri, përpiquni të jeni më tolerant. Projektet e punës janë të shtyra mirë, mund të merrni një ofertë brenda pak ditësh, lajme. Peshorja. Nuk këshillohet të qëndroni në vend, të kontrolloni me kujdes për ndonjë punë dhe mbi të gjitha të vazhdoni projektet. Në dashuri jeni shumë të shqetësuar me rrezikun që ngjarjet të përshpejtohen. Ruani diçka. Akrepi. Sot ka një tension. Kujdes nga prerjet e vogla që mund t'i merrni vetë duke u shpërqendruar. Marrëdhënie të rrezikshme jashtë martese por të dashura. Shigjetari. Duhet thënë se sot në skenë mund të mbizotëroj lodhja dhe nervozizmi, por e gjithë kjo nuk duhet të kthehet në dashuri. Transferime zyre ose udhëtime për persona të vetë punësuar. Britsjapi. Ju duhet të përpiqeni të kuptoni se çfarë nuk shkon me njeriun që doni, duhet të flisni dhe të sqaroheni dhe të mos mbyllni gojen. Shmangni të flisni shumë për projektet tuaja sepse dikush mund t'ju ketë zili. Ujori. Ditë e shkëlqyeshme, më në fund do të jeni në gjendje të merrni një kënaqësi të madhe. Konsolidoni idetë tuaja për të pasur sukses. Peshqit. Në fushën e punës po përjetoni një gjendje të re ose pritje, mos nënvlerësoni detyrat e reja. Në agitacion dashurie sepse dikush nuk u përgjigjet kërkesave tuaja. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.